Mirëmbrëma. Protesta e sot me opozitës nisi mirë, jo në pjesëmarrje e cila ishte ngjashme me më të fundit, ndoshta pak më modeste. Lajmi i mirë ama ishte se fillimisht folën portrete të moderuara. Agron Gjekmarkaj, poeti i revolucionit, Ilir Ali Mehmeti, më i votuari i Tiranës, Florian Kalaja, më i votuari i Krujës. Por a ishte kjo një shenjë reflektimi? Gjekmarkaj ishte i vetmi që i dha fitoren Partisë Demokratike në një qark në 11 maj përveç Kuksit. Ali Mehmeti ishte fituesi moral në Tiranë, po ashtu dhe Kalaja në Krujë, i cili u përplas edhe me vetë deri në gjykatë kushtetuese. Të dy u lanë rrugëve, por nga reflektimi u la jashtë Ervin Saliani, i cili u detyrua ta ndiqte protestën nga ura e lanës. Sot për herë të parë u shfaq edhe një flamur amerikan. Në rresht të parë, edhe djali Fari Balliut, i sapo kthyer nga mëngjesi i lutjeve në Washington. Sigurisht, problemi është se protesta u mbyll nga njëti person. Ai që u mbyll gjithmonë nga Sali Berisha. Sali Berisha prej disa ditësh kishte ndryshuar fokusin e sulmeve të tija verbale. Në dy akset e boshtit të këtyre sulmeve ishte integrimi evropian. Bazuar në një skelet jo solid argumentar se në Bruksel po bëhej gati për jashtimi i Shqipërisë nga procesi i negociatave, kreu i Partisë Demokratike doli disa ditë rresh dhe kërkoi pikërisht këtë, që Shqipëria të mos integrohej pasi, siç thot ai, nuk e meriton. Folja ashtu siç do të ishte dikush që nuk e do Shqipërinë, do thoshte dikush, apo si dikush që e do aq shumë sa e do si gjithë Europa, do thoshte dikush tjetër. Dilema u zgjidh shpejt. Edi Rama iku në Bruksel në një darkë personale me presidentin Costa të Bashkimit Evropian. Nuk dëgjuam ndërkohë ndonjë lajm për përjashtim, karton të kuq apo karton të verdh nga Europa. Rama erdhi sot nga Brukseli, ndërsa Berisha e ngrysi sërish poshtë dritare si dikur ishte e tija për 8 vjet. Për javën që vjen, një tjetër ngjarje do shënoi skenën botërore. Në Shtëpinë e Bardhë, në 19 shkurt, do të nënshkruhet marrëveshja e Bordit Paqes, dhe aty do të shkojë kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama. Amerika, që mbetet një tokë ndaluar për zotin Berisha, ishte dhe shpresa e tij e fundit prej disa muajsh. Në fakt, ndryshimi i administratës Trump dhe i fokusit të kreut të Shtëpisë së Bardhë u interpretua se si qëndrim i ri dhe ndaj fituesve të zgjedhjeve të 11 majit. Indiferenca e administratës Trump dhe e Ballkanit ishte e dukshme. Beogradi, Prishtina, Tirana dhe më pas dhe Shkuve e Podgorica mbetën pa ambasador. Por Sali Berisha priti më shumë, ndoshta ajo që Ramën ta merrnin si Maduron, por që s'paku ajo që ai e shihte si izolim amerikan qeverisë të zjaste së paku deri në verë. Por më pas erdhi ftesa me emrin e Ramës për Bordin e Paqes, vizita e Ivanka Trump, po ashtu në zyrën e kryeministrit, dhe besoj i kujtohet që një ditë më pas, po mbi atë zyrë, u hodhën fishek zjarre dhe molotov me urdhër Sali Berishës. Ndaj dhe protesta e sotme nisi rrejshëm me zërat moderuar, po përfundoi po një lloj me Sali Berishën dhe më pas fishek zjarre dhe molotov. Kjo lëvizje e fundit e rrejshme në mesazhe, por reale në qëllime, duket se është vërtet në kilometrin e fundit. Por të kujt? Sigla. Ne nisim programin me këto pamje live që vinë para selisë së Parlamentit, aty ku pak minuta më herët patëm disa fërkime fizike mes përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe mbështetësve të saj, çka më pas vijoi me hedhje të disa molotov, shishe me molotov dhe të shumë fishek zjarre ndaj Parlamentit. Pak minuta më herët një skenë e tillë u përsërit themi tek selia e kryeministrisë, aty ku pas fjalimit të zotit Berisha, pra me njëherë, pra me sinjal, filluan nga